fillimisht Allah subhanahu wa taala ka ligjëruar për muslimant që të punojnë dhe të kërkojnë riskun dhe të kërkojnë fitimin halal dhe të largohen prej fitimeve të cilat i ka ndaluar Allah subhanahu wa taala, pra të largohen prej haramit. I modhi Zot Efendi tek surja Tobe, ajeti 105 na thot: punoni sepse Allah do ta sheh punën tuaj. Allah në Kur'an ka treguar për jetën e pejgamberëve dhe ka treguar për profesionin e tyre që pejgamberët e Zotit e kanë pas. Pra, gjejmë Kur'an ku i modhi Zot tregon rolin e pejgamberëve dhe çfarë pune kanë bërë. Pos davetit, pos thirrjes në njëshmërinë e tauhid. Nuhi alayhis salam ka qenë zdrugtar. Ishte ai i cili e ka mbaruar me durët e veta anjen e shpëtimit. Pastaj e kemi Davudin alayhis salam i cili ka qenë farkatar. Zekrian alayhis salam e kemi i cili ka qenë zdrugtar. Pejgamberi alayhis salam është ai, pra vula të gjithë pejgamberëve, i cili ka qenë tregtar. Njëjtën gjë e shohim pra se edhe shokët e pejgamberit alayhis salam kanë qenë tregtar, mirë po janë kujdesur shumë për të kapur dhe për të punuar dhe për të fituar me halal. Zubair ibn Awami radhiyallahu anhu është një prej sahabëve të pejgamberit alayhis salam, i cili na transmeton një hadith që e gjejmë tek Imam Buhariu 1471, pra haditheve të sakta, i cili thotë se pejgamberi alayhis salam ka thonë: për atë i cili e merr një litar të vetin dhe pastaj me atë litar mbart drun shpinën e tij dhe i shet atë dru, thot i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëpërmjet kësaj shitje, në mënyrë që ai ta ruan fytyrën e vet, thot i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është më mirë për të se sa të kërkon për të tjerëve, pra të kërkon për njerëzve, pavarësisht se a japin ata apo nuk i japin ata. Pra, pejgamberët e Allahut kanë punu tregtin halal, kanë urdhru në tregtin halal, po ashtu dhe shokët e pejgamberit alayhis salatu wasallam, dhe këtë dëshmon më së miri ky hadith i pejgamberit alayhis salatu wasallam.